Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve pranoi të shqyrtojë me themel kërkesën e ish-kandidatit të opozitës për Bashkinë e Kuçovës Lefter Maliqi ndaj kryebashkiakut në detyrë Kreshnik Hajdari, i cili akuzohet për fshehje të dënimit të tij në formularin e dekriminalizimit. Dhe u rikthyem përsëri sot në kas, i cili mori vendimin për në datën 8 ditën e anë ora 11 për të bërë gjykimin në themel. Pra pranoi kërkesën tonë. Pas këtij vendimi të parë të kas, Maliqi u shpreh optimist për fundin e asaj që e cilëson betejë për zbatimin e ligjit. Se kjo histori nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë shqiptare, ku asnjë kandidat për kryetar bashkie apo kandidat për deputet, kryetar bashkie apo deputet, kushdo që ka gënjur në formularin e dekriminalizimit, pavarësisht masës dënimit dhe nuk ka treguar masën e dënimit, automatikisht ka lënë mandatin ose nuk është lejuar të kandidojë. Nuk ka një rast të vetëm, vendimi do të jetë i drejtë deri në fund, sepse janë disa etapa deri në gjykatën administrative. Edhe avokati i tij e konsideron si një vendim të rëndësishëm dhe pret që të jetë kas organi që do të japë vendimin e prerë, ndonse nuk përjashtohet mundësia për ta ridërguar për shqyrtim pranë komisionerit shtetëror të zgjedhjeve. Vetë fakti që ata e kaluan çështjen për ta shqyrtuar në themel dhe jo si një ankim i ndërmjetëm, ne vlerësojmë që ata kanë çdo të drejtë të shprehen dhe mbi themelin e çështjes. Një vendim kundër kryebashkiakut në detyrë do të çonte Kuçovën në zgjedhjet e parakohshme, teksa për këtë çështje gjyqësori i ka dhënë të drejtë ish-kandidatit të opozitës Lefter Maliqi.